Hello. What the hell are you doing, man? You wanna make coffee for me, sir? Oh, nice. Good collection. I'm trying to see my money here from my country. I got it. Oh, man. I see Albanian money here, man. Do you have from Kosovo, eh? No. Why? Блядь, Сэмми. Ёбаный совершенно. Hello. Hajde. Mirdita. Mirdita. Jeni shqiptar ju? Shqiptar, po. Wow. Shqiptar nga Shkodra. Nga Shkodra, po nga vendi më i mirë pas kemi. Po. Do të më pëlqen mua se jam i veriut, e? Okej, unë e pëlqej vendin tim, për arsye se kam bën 60. Sa vjet atje? 60 vjet, ose 59 më mirë me thonë. Në Shqipëri kam 7 vjet, po thuj kam ardhur në Shkodër, në Shkodër në Amerikë. Jetoj në New Jersey. Kena hap një biznes në New Jersey. Plus këtu në Brooklyn. Plus Brooklyn, këtë storë që po shikni, edhe ka dy biznese janë hap me forcën e fëmijëve të mi, me forcën e vajzës, të burrit vajzës. Ty kontribuo dhe familja gjithë. Si quheni ju? Unë quhem Enver Gershi. Kam jetu në Shkodër në lagjen të shikine harrulla lagjen. Mërë pas stadiumit i thojnë, me të vjetën i thojnë Noci, kongresi për metit e ko. Kam shpinë teme, kam pas biznesin edhe në Shkodër, kam jetu me biznes, shkote i funit, kam 20 vetë që këmë hapi i firmë temen. Mirë, gjithmonë thuhet se 3 gjëra që i ka Shkodra si ka bota. Ja, ashtu është Shkodër. Ato 3 gjëra i kishit në Shkodër, dolet jashtë i kërkonit? Unë me të thënë drejtën kam marrë dhe mas fëmijëve të vëgjër që ju krijuan të në Amerikë, se Shkodër në teme se kështë ndru mas një vend në botë. Edhe njëherë mu duk mbi emër i njohur, edhe njëherë në tuaj? Emni jem njifet, ty fillu që është nga sportisti e sa të gjerë që këlla jem. Emni jem, futbolist, një kërësisht anon kam kënë sportist, kam lujt me Vllaznin anon. Edhe... Vllaznia! Po të nga gjëgjojnë Tirana, t'i drohen, ha? Po, kurse vajza eme, ka bo një emin edhe më të njoftën se në, përsi se ka kënë rekordmen e kombëtare e 30 rekordeve në Shqipëni. Notit. E notit? E vajzën e keni me vetën? Vajza jetën këtu në New Jersey me mu, po hap këtë biznes. Rjetë shqitorësh. Për puna si ju shkon? Me përbjekjen e saj, si sportiste, ka bo përbjekjen edhe në biznes. Shku që ja bo sukseshme edhe në biznes. Amerika tjetë gjitha mundësi. Po atjetë, është shumë e gjonë që i lejon njerëzit me të shfaq e me shpalos mundësit e talentit e veta. Gjitha fushat e jetës. Këtë gjonë nuk e kene pas Shqipni me vite me rallë, nga ka mungu. Shku që këtu e gjetme, edhe do të mundona të shkojmë edhe monet. Mirë, këtu keni gjërat ndryshme. Po atjetë. Shoh perime, frute, ka diçka nga Shkodra. Kryesisht është food market. Edhe brenda edhe furnizimet ndryshme mund gjejnë njerëzit këtu. Po atjetër, gjithë. Ty fillu nga rusit, e të në spanjollet. Po. Këtu
konsumatorët janë të vendeve të ndryshme, me që në Amerikë nuk ka diferenca si në Europë. Konsumatorët dominon në komësia ruse këto, Këtë pjesë banimit. Këtë pjesë që banojnë du. Por, ka gjithfar komësish, ka italian, amerikan, edhe spanjol. Këtu pash edhe buk, ka buk nga Shkodra? Nga Shkodra, fatkeqësia. Kjo vajzë? Ka shumë komësi ka, kjo vajza Anila Gershit. A bërën se dytë jemi. Vajza e? Anilës. Vajza Anila Gershit. Kjo të të bëjtë gjimnaste me shumë talent. A din të flasë Shqip? Pak. Pak? Si e ke emrin? Sally. A shkon në shkollë? Pa. Shumë bukur. E do në gjyshin? Yeah. Shumë? Pa. Ti qenë ke vajzë e bukur. A ke qenë në Shqipëri? Dhe me shku tash. Do në me shku tash, shumë bukur, shumë bukur. Ajt, përshëndeti shok, kështu me dorë, përshëndeti, shok të shoqet e shkollës, po, edhe gjitha cucat, vajzat e bukura të Shkodrës, a? Edhe të Kosovës, Edhe të Kosovës. Shumë bukur. E shohim që keni punë këtu, kjo është vajza ju i kjo këtu. Mirë dita? Mirë dita. Na falë ndoshta të pengojmë, po 2-3 fjalë që televizionit ta di se me kemë bëjmë këtu. Ne e dim që ju jeni sportiste e dalluar. Po. E këtu në Amerikë, njeriu e gjen veten edhe në fusha të tjera të jetës. Kena të shumë fushe. Ardhja juaj nga Shkodra këtu, nga Tirana, nga Shqipëria. Nga Shkodra. Nga Shkodra. Po. Peripetit e para, ditët e para dhe Ka kanë fshirë në fillim, po si kalon koha, gjatë në shojnë. Pa. Kuptan, jetat mësan me gjithë vazhdanës. Kam kalur fush jetët, për sportit kam kalur në biznes. është shumë vështirë për një sportist apo për një artist të ndroj profesionin e jetës. Ju se keni ndru, po natyrisht nevoja jetësore e bën këtë. Gjithë qa ka vështirësinë A, për 80% kështu veprojnë në Amerikë? Po, ashtu është. Si u shkon biznisi, shohim që çdo gjë është në rregull, pastër, bukur, që është edhe shembull për gjitha shqitorët për rreth edhe komësi të tjera që mbajnë, komunitetet tjera që mbajnë shqitore të tilla. Punë keni pa ndërprerë. Po. Ju faleminderit. Faleminderit. Ju përshëndesim. Shumë faleminderit. Urojmë të keni suksese, jetë gjatë, edhe po që se dëshironi të ktheheni në atë drejt. Të vazhdoni me biznes më të madh, apo të ktheheni në sportin tuaj. No, atë kishim pas shqip më këthy në dhe, po atësh që ka marrë jetës janë kushte që nuk mund këthejna ma. Shpresohet që ma vonë do më drejtëse. No, vacation, only. Atër miru pafshim, suksese. Miru pafshim, falenderit. Kjo është vajza Anilës, është me talent për gjimnastik. Sigurisht do t'i në gjetë mamit, e? Mendimi jeme është do të bëhet e modhe në gjimnastik. është me shumë talent. Mirë, nga vjen mirë që unë johëm me ju. Faleminderit. Uroj të kaloni mirë. Faleminderit. Ta keni sa ma pak dhëmbje në barën e Gërbetit mbi zemrën tuaj. Uroj të jeni mirë, me shëndet. Me të thonë drejten, Gërbetit nuk e njëm shumë për asyri se kena një pa mesa. Dhe na lecon shumë atë të larkësin që kena me vëndin tonë. Si të që shoftë, vëndin jonë me të dënë jonë gjithmonë. Edhe nuk do të harrojmë kur. Për gjënet e mira që në ka dhonë. Tash është edhe ma i bukur, nga se janë liruar gjë, Kosova, nuk më vajt e bukuria, më vajt e kultura, knasia që në ka dhonë, për tonë kuhen më vajt njësit e mira që në ka dhonë, për edukatën që në ka dhonë vendë jonë, a kuptan, edhe që jena të veçuash edhe këtu. Ju falemderit, miru pafshin. Falemderit, miru pafshin. Suksese. Falemderit.